Vijojnë lëvizjet në struktura drejtuese të policisë së shtetit. Burime bëjnë me dije se Andi Deda është emëruar shefi komisariatit të policisë Vlorë, duke lënë detyrën që mbante deri më tani në krye të komisariatit të policisë Shijak. Andi Deda është një emër i njohur në radhët e strukturave ligjzbatuese. Më herët ai ka drejtuar shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve, ndërsa më pas u rikthye në policinë e shtetit, ku emëruar në krye të komisariatit të Shijakut. Ndryshimet në drejtorinë e policisë së qarkut të Vlorës prekin dhe komisariatin e policisë Himar. Në krye të këtij komisariati është emëruar Ervis Peza, i cili merr drejtimin e policisë në një prej zonave më të rëndësishme turistike të vendit, pikërisht në kulmin e sezonit veror, kur fluksi vizitorëve dhe angazhimi i strukturave të rendit është maksimal. Ervis Peza nuk është një emër i panjohur për strukturat e policisë së Vlorës. Ai ka drejtuar më herët komisariatin e policisë Vlorë, ndërsa pas përfundimit të atij mandati ka ushtruar detyrën e këshilltarit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë. Me emërimin e ri, Peza rikthehet në një funksion drejtues, këtë herë në krye të komisariatit të policisë Himar. Lëvizjet janë pjesë e procesit të riorganizimit të strukturave drejtuese të policisë së shtetit, i cili ka përfshirë dhe drejtori dhe komisariate të tjera në vend. Burime pranë policisë bëjnë me dije se procesi pritet të vijojë dhe në ditët që vijnë me emërime dhe transferime të tjera në nivele drejtuese.